I fiksuar pas aktores Scarlett Johansson në pranga për ndjekësi kërcënoi bashkëshortin me bombë. Një burr që ka pasur akuzat e Scarlett Johansson për ndjekje është arrestuar pasi dyshohet se ka kërcënuar me shpërthimin e një bombe në studion e një emisioni televiziv. Michael Branham, i cili u ndalua nga policia në New Yorku të mërkurën, ka dëgjuar një mesazh kërcënues për një bombë të vendosur në studio ku Colin Jost, bashkëshorti i aktores që nga viti 2020 punon. Branham, i cili u deklaruai pafajshëm për raportimin e rem dhe kërcënimin me bombë, dyshohet se ka dërguar mesazhin në një kolegj në Connecticut, ku administratori raportoi menjëherë kërcënim në polici. Ai është mbajtur në burg me kusht prej 100.000 eurosh. Në lidhje me incidentin, mund të jetë një kërkesë e Scarlett Johansson për një urdhër ndalimi ndaj tij pas akuzave për përndjekje që aktoria kishte bërë në nëntor të vitit 2023. Aktores dyshohet se i është vënë në ndjekje që nga gushti vitit 2022, megjithatë nuk është konfirmuar ende nëse ky është i njëjti person që bëri kërcënimin me bombë. Gjykata kishte refuzuar kërkesën e Johansson për ndalim vitin e kaluar për shkak të problemeve me dorëzimin e dokumentave. Pavarësisht kësaj, Branham ka shpërndar postime në rrjetet sociale përfshirë një selfie me një tatuazh që përmban emrin e aktores.